Falenderoj edhe në emër të Kuranit kryetarit gjithë juve që keni marrë pjesë në këtë promovim. Falenderoj gjithashtu edhe botuesin e shtëpisë botuese 2M Aristarkun që na nderoi me pjesëmarrjen dhe bashkëpunëtorin e tij, shkrimtarin Fatmir Minguli. Zoti janë këtu. Falenderoj gjithashtu Ibrahimin që na solli këtu, autorin e librit, i cili me këtë botim shënon një gur të ri kilometrik në rrugtimin krijues në letërsi, pse jo dhe një rritje cilësore dhe vlerë të shtuar në prodhimtarinë letrare. Ibrahimi, ose më saktë Braça, siç i flasim ne thjesht, është një ndër krijuesit më prodhimtar, me një kohë shtrirje thuajse më të gjatë nga shumë ndër ne. Galeria e veprave të këtij autori është e pasur dhe e larmishme në llojshmëri e gjini letrare. Ka 5 botime për fëmijë, 5 vëllime poetike, 7 libra në prozë, kryesisht me tregime, një roman dhe është bashkautor në 2 libra të tjerë. Krijimtaria e Ibrahimit shtrihet në gati 3 dekada, duke filluar me librin e parë në poezi, Ëndra dashurie në vitin 1997, deri te ky libër i sotshmi që do të promovohet, që titullohet Stil dashurie. Nuk do të flas për librin, pasi të tjerë do të shprehin mendimet dhe vlerësimet e tyre për këtë libër. Veç dua të shpreh autorit konsideratën time dhe urimin më të sinqert për librin, i cili veç përmbajtjes ka edhe formën që meritojnë vlerësim për këtë edhe shtëpia botuese 2M. Dua të them gjithashtu se në një libër si ky, me mbi 190 poezi, mund të ketë edhe vretje apo konsiderata negativiste, si për shembull një vretje që kam unë, që me një titull janë 2 poezi që duhet të shmangesh. Mund të ketë edhe vretje të tjera, të cilësore të disa poezive, por sot nuk është ky qëllimi. Ky vëllim poetik, në vlerësimin tim, është një nga më të plotët dhe më gjithë përfshirës në shprehjen e ndjenjave të autorit, ku derret shpirti krijues i tij. Shkurt, libri ka vlera artistike dhe pse jo edhe njohet të botës shpirtërore të autorit, të cilën ai e tregon që në fillim me këto vargje që po i them unë. Shpirti ka vlag, thot, shpirti shpreh një ndjenjë, ai është një det i thellë, e të tjera, e të tjera, e tjera. Urim nga Naime Ibrahim. Bravo. Dhe tani hijojmë me mendime dhe diskutime kush ka. Ja japim fjalën së pari redaktorit të librit, Bekim Ali Zoti. Përshëndetje të gjithëve për pjesëmarrjen në promovimin e librit të mikut tim Ibrahimit. Nuk do zgjatem shumë, do them disa fjalë që i kam shkruar duke lexuar dhe duke njohur vëllimin me poezi. Vëllimi poetik që kemi në dorë është i veçantë. Ata që e kanë edhe mund ta shkojnë. Dhe interesant, veç kopertinës tërheqëse dhe ndjellëse të ndjenjës së dashurisë, ai është botimi i shtëpisë botuese 2M, siç e tha dhe Panua, që e falenderojmë zotin Aristak ose Aristin dhe zotrin këtu. Po, Fatmirin. Nëse hedhim një sy kopertinës së fundit, do shikojmë një listim të veçantë të veprave të autorit të ndarë sipas gjinive. Duke filluar nga botime për fëmijë, me 5 vëllime, ku përfshin poezit, legjenda, cikle letrare dhe cikle letraro enciklopedike të letrarizuara, siç është botimi i fundit, Dritë dielli rreze hëne. Nëse dalim në fund të kopertinës, do shikojmë se vëllimi Stil dashurie është libri i 20 i autorit. Për këtë e urojmë që të jetë
dhe të meritojnë miniatur atë që i kanë thënë kritikët një krijuesi, që jeta e tij ka më shumë vepra se sa vjet, gigantit francez Balzacut. Por ashtu, autori këtë e ka pasion dhe nuk rresht të shkruarin. Në rubrikën poezi, që është e dyta nga 5 vëllimet, ja ka kushtuar dashurisë ëndër dashurie, radh dashurie, poezitë e dashurie dhe vëllimi që kemi në dorë është stin dashurie, që sipas të ishte një stin e pestë që autori shton shpirtit njerëzor. Ajo e dashurisë që shkrihet, lulëzon në çdo stin dhe mosh. Shkurt do të sjell disa nga motivet që ka trajtuar poetikisht në këtë libër. Kryemotivi i këtij vëllimi është dashuria, si ndjenjë njerëzore, e brisht, delikate, e butë, e çiltër. Fisikron poetin dhe shpirtin e tij që bën të harrojë dhimbjet dhe të hidhet në kratë e moshës. Në pushtetin e ndjenjës, në romantizmin e poetit që edhe të gëzon, edhe të trazon, edhe të bën të përjetosh dhimbje dhe trazi. Këtë na jep ndjenjë të fshehtë dhe magjike të shpirtit njerëzor. Autori nuk na jep një dashuri absurde, abstrakte, fluide, qiellore, platonike, por ai vargëzon ndryshe, natyrshëm, me mpresa, ndjesi të thella, me gjurmë që do të mallëngjejnë pse jo dhe të përlotin. Nga 192 poezi që ka vëllimi, rreth 45 poezia ka kushtuar lirikës dashurore. Si thuaj Geshti, të dua, e gjeta lumturin, prapti të dua, edhe kur e ka humbur një dashuri, por zjarmi i saj nuk është shuar, është një nimf e bukur. Duke portretizuar heroin lirik që është vasha që mbushui në krua. Mos ruaj me ndjenja, shpreh faktin se dashuria është e brisht, nuk pranon prapaskena. Ç'deshje atë mbrëmje, kur dritat e neonit të binin mbi faqe. Kalon si romantik në poezitë. Sytë e mi, sytë e tu. Këtu, mbase autori kërkon të ndjek tragën e një poeti vlonjat, sipas poezisë, një vështrim i arratisur me vargje. Një vështrim i arratisur nga qepallët e qëndisur, ku shpirti im skalisur, nga dyshit të zestë tu. Vjen më thot ashtu, ashtu. Më thot jo dhe nuk më ndes. Më thot po dhe zgjatet. Ajo natë me orë nuk matet. E unë betem duke lutur, lutem myjeve të këputur. Dua të luz e të kërkoj, atë vetull, atë sy. Se në syrin tënë të zi, në atë sy të zi mazi, shënje buzëve e buzës ime duket si një prush në re kur futet. Vazhdon cikli me poezit. Ku vajti mikja ime, të kërkoj në ëndrat e mëngjesit. Netve me yje të kërkoj, në buzët e tua dhe malli shpirtin m'ambuloj. Të dua, për një mike e gjej lumturin, nga malli dhe zemra ndezur fur, dhe zjarri që nuk shuhet kur. Thuaj se të dua, sy kalp trapor si i deti, dashuri me shikimin e parë. Erdha e dashur me nxitim, të puth syt e buzë si ar, puthjet tona si mjalti i ëmbël, lindur nga takimi i parë. Vazhdojnë poezit me frymëzim romantik, të një tharmi shqiptar, mike moj për kokën tënde, në poezinë e tij. Dali hapet në lëndin, në te trupi mimika tënde, do të tres kënaqësin, mike moj nur drite, do të shfaq kënaqësin, o të marr ty për nuse, o shkrijem për dashurin. Shkrimi me motivin e dashurisë është dhe lejt motivi i madh, që e bën lirikën e tij ndjesore, tërheqëse, por përsëri ai ka rrëfimtare, poezinë popullore dhe peizazhin idilik të fshatit, të përvojës jetësore të kohëve, që nuk e ul vlerën e ndjenjës unike të dashurisë. Sidomos te poezitë, ti erdhe tek unë, ti kërkon puthjen, ti e dashura ime, përballë bukurisë, lulet dhe puthja, si dhe poezi për Shën Valentin. Puthja është dashuri me shpirt, shtrat gëzimi lumturie. Puthja është e thellë burim, vlag e plag dashurie. Më tej në këtë cikël, ai ndalet tek lirikat për dashurinë, duke ja veshur bukurinë edhe vashave çame kur takohet me një tuf manxurani në duar dhe me shamin ulur mbi ballë te kroj apo portat e rrugës me kadrëm. Bukuria çame ndrin si hën mitare, dil moj sojnike, dil pak në dritare. Shfajtin urin tënd, dua të them një fjalë, se jam djalë çam, jam dhe unë i rrallë. Te lirikat e dashurisë që i titullon Vasha angjëllore, shenjtor dashurie, pranverë ndjenjash, kujtime nostalgjike, dhe kur përdoni dashuri, si dhe te poezia s'është e lehtë dashurosh, jepet nga autori aratisja në kohë, kthim në vitet e rinisë, së ti kur malli e merr me vete dhe e bën njeri që i duket i vetëm në gjithësinë e dashurisë. Edhe këtu ai sikur vrapon në përlëndinat e poetëve romantik. Jam gjindosur nga një mall. Pra,
me sytë që kam në balë. Nuk vështroj atë që vjen, nesër ditën që më vlen. Por vështroj atë që shkoj, dhe kërkoj, gjithmonë kërkoj. Mu në supë të një pollumbi, kërkoj ndjenjen që më humbi. Me të 5 lirikat a jep një frymëzim të thjeshtë, të besueshëm, të qetë, plot dritë, shpirti e fjalë zemre, mallin rinor dhe shtegtimin e shpirtit të dashuruar në përkohë rinore. Dhe thot tek lirika e parë, dashuria ime e parë lindi në Elbasan. Si të mos doja atë vajzë angjëllore, rritur nga një nën e bijës si bijës shenjtore, mos ta bëja shoqe, mos e ecja për dore, atë shtoj zavalle atë vajzë minore. Dhe lirik në ditë si shenjtore dashurie. Hëna dëshmitare na vëzhgon e qetë, kur çastin e magjin e provon vetë, kur shijon dashurinë e vërtet, ky mall dhe ky çast të bën edhe mbret. Në lirikën e tretë, ku midis herojt lirik dhe binomit mall dhe dashuri, ka pranver ndjenjash. Ti ishe dashuria ime e parë, të desha të ishe e imja gjithmonë, të ëmblat vite bashkë t'i kalojmë, larg teje do të mbetem robi vetmis, të dy së bashku do të ishim dyshintor. Në vazhdo në lirikën e 4, autori thotë se kjo dashuri e zjarrt ka raste që mbetet kujtimi hidhur, apo nostalgji se akulli fiku ata pole që u shkrin nga dielli i madh. Ata tani u kthyen në dhimbje lot dhe largësi. Kujtoj vitet e asaj moshe, kur ne donim njëri tjetrin. Them se syt mund të flasin kur buzët së ngrohen asnjëherë. Kur pendon një dashuri është lirika e 5 dhe e fundit. Ti moj muza poetike, çka që lodhesh me kujtime, ishin ndjenjë për një mike, iku shpejt nga zemra ime. Poeti kërkon të thotë një përkufizim dashurie, por ndofta e ka të vështirë. Ta jap atë duke diktuar receta. Po këtu ndofta i ka ardhur në ndihmë një poet që ishte profesor letërsie, një poet me vlag nga Devolli apo nga Korça, që kur e pyetën studentët që tu thoshte diçka apo një përkufizim për dashurinë, ai hapi vëllimin e tij dhe u lexoi këtë poezi. Bëhet fjalë për poetin Koçi Petriti. Kur ikja larg, drejteje vija. Kur vija afër, ikja larg. Për drejt më trëmte largësia dhe afërsia bëhe qark. Ase kuptoja se si të desha, një mjegull pus, një çmenduri, një poet që shkruan vjersha dhe ndes një shkrepse i bën hi. Dhe ndofta kjo është e dashuria, e çakërdisur kuturu, për drejt më tremte largësia dhe afërsia gjithashtu. Tham shumë gjëra për motivin e dashurisë ndjenjë, por kemi edhe nën motivin e tij ose derivatin e dashurisë. Dashuri nëne, dashuri për shokët, për miq që shndrohen në vëllimin poetik, edhe elegji, edhe balad, por kemi edhe motivin e kurbetit dhe trazirave të vitit 97. Për sa i përket anës letrare, nivelit artistik, poezit, ndoshta në një numër jo të vogël, ruajnë tharmin e vlagën e kadencës popullore. Janë selitur me kujdes, kanë fjalën e zgjedhur artistike, me një numër të madh figurash dhe metaforash të goditura. Autori shkruan nga pozitat e ngjeshtorit, që nuk e ka për herë të parë që dhe t'i dritet dora për të folur për dashurinë, por e jep atë si u frymëzim poetik. Ju urojmë sukses. Faleminderit. Ta trazojmë që mos kasi vetëm në prozë, po të kasi në poezi. Japim fjalën e Ermir Hoxhës, të recitoj disa poezi. Ja me gjire, dhe vjen aty shumë në moment, sepse përdesë e një mbjellë për një libër dhe poezi, lezeti është edhe që ta kuptojmë atë në formë më të mirë. Urime Ibrahim për vëllimin e radhës, për librin e radhës, kjo tregon që dertet e jetës nuk ta kanë poshtur dhe nuk ta kanë cënuar as pak atë delin dhe zellin e lindur bashkë me ty, sepse ka lindur bashkë me ty, për të vargëzuar veten, për të vargëzuar jetën, për të vargëzuar realitetin, për të vargëzuar ndjesit, për të vargëzuar emocionet, pra gjithçka merr dhe jep nga jeta. Duke kujtuar pak minuta më parë adresimin të kritikat të miku ton të nderuar Panos, më kujtua një ese e famshme e Rudolf Markut në vitet 90, në atë kohë kritika letrare në Shqipëri arriti kulmet e veta, edhe me emrat e rinj që dolën në pa. Ai bëri kritikën e famshme letërsia si e tillë dhe kritika si jo e tillë dhe shkruajti diçka
një frazë, si unë e mbaj mend mbas 30 e sa vitesh, një artisti të madh i lejohen dhe gabimet, ndoshta dhe ndonjë vepër e dobët, sepse ka privilegjin për këtë, nga që është i madh. Ati që është i vogël nuk i lejohet asgjë, nuk e gëzon këtë të drejtë. Kështu që edhe ato gabime që mund të kesh, e shtojnë lezetin, si me thënë, dhe e shtojnë atë madhështinë e shpirtit, ku ti ke një padroje, një lishmëri për të shprehur ashtu siç do vjen. Pra janë emocione dhe janë ndjesi bruto. Unë nuk jam për neto, jam për bruto nga njerë. Jam bio tamam. Kështu që unë po e filloj me një poezi shumë kuptim plote, sepse në emrin tënd unë po i përshëndes të gjithë me poezin përshëndetje. Përshëndes lindjen e kësaj dite të re, me rrezet e diellit mbi dhe. Shkëlqimin e tyre kudo mbi të bukurin atë dhe. Përshëndes kohën me dritë e shkëlqim, qytetin me lëvizje ndriçim, nga mëngjezi në mbrëmje dhe nga mbrëmja në agim. Përshëndes me mirënjohje gjithë miqt parafisnin që brullojnë punëve të ditës dhe gëzojnë familjet me frytet e mirësisë. Përshëndes lexuesit e poezive që shkojnë ditët dhe netët me dijet e të vërtetës, që ngrojnë mendjen tek shfletojnë librin tim të jetës. Teksti tetrar gjithmonë deklarimet, deklarimimet, përshtimet e japin më mirësie dhe më bukuri, mbrojtje shpirtore. Vazhdo me Angelën, ka dhe Angela. Dorosë se Ibrahim, dhe tani dëshira ime është që të lexoj një poezi që është e babait tim Anastas Nikos. Ikuj dhe një artist. Kjo natë me hën me yje ditë zëllim, në qiellin e lartë, në qiellin llampadan. Pse mi sjell mendime të trishta, të zymta prej teje moj sarand. Tek mua dhe çdo qytetar sarandiot qarkulloi lajmi komshëm. Anastas Nika, artist i madh mbi mbylli syt, u shua si meteor në ditë qershori. Në vapër vëluese si pasojë e virusit që rëmbeu si ulkojnë, Anastasi s'kish moshën akoma, s'kish mbushur 63. Priste të merrte pensionin, punonte si artist, në art dhe në sken, si shumë të tjerë, i madhi Anastas. Me biografi të shkëlqyer, një jetë të përkushtuar, si aktor me vlerë në qytetin e Sarandës. Ku u rit, por formoi në role dhe në sken, sitarët, aktorët, artistët, anë mban sarandiotët, qytetarë, thonë, si ku Anastasi ky artist i madh me famë. Ja japim fjalën tani dëshimit për të folur të Beharit. Beharit pas shpim, profesori i letërsisë. Faleminderit. Të gjithë të pranishmit i përshëndesh, krijuesit Sarandiot dhe Delvinjot dhe gjithë miqtë e ardhur që mbështesin këtë armat krijuesish dhe sot poetin për të cilin kemi ardhur, Ibrahim Didani, që prezanton librin e tij të ri me poezisë Tin dashurie, duke uruar suksese dhe rrugtim të mbar tek lexuesit. Ibrahimi është një poet dhe publicist tashmë i afirmuar, është pjellor me një mori veprash të zhanreve të ndryshme dhe jo pak rreth 20 botime me poezi, tregime, prozë dhe poezi, kuptohet fabula, libra për fëmijë, kronika e të tjera. Ibrahimi është një poet e krijues popullor, është i thjeshtë si me plot kuptimin e fjalës. Së pari unë e kam shok fëminie, e njoh mirë, i njoh karakterin e tij, është pasionant, krijues ku spikat talenti i tij,
është kurajoz, është dhe këmbgulës, dhe të gjitha poezitë e tij të libri Stin dashurie në mënyrë të sintetizuar përcjellin vargje të thjeshta dhe mesazhe jete. Ibrahimi në krijimet e veta ka rrokur tema të shumta, edhe lloj zhanresh, poezi të shkurtra edhe lirika dashurie. Shkruan shumë, mund të thot dikush dhe për lum, por unë kam mendimin tjetër se nga lumi i jetës që ka marrë ka sjell shumë. Në mënyrë të sintetizuar, ka shumë krijime letrare të ndryshme, të gjitha mund t'i përmbledhim në një dhe një për të gjitha. Vetë titulli është domethënës metaforik. Stin dashurie nuk e ka fjalën për një stin të veçantë, por është një stin ku autori rrok ndjenjën më fisnike, ndjenjën e dashurisë, që për poetin është jetë, është ajër, është ushqim, është lumturi. Kështu shkruan poeti mes mos luaj me ndjenjat, puthjet, thot poeti, ledhatimet, përkëdheljet, s'janë lodra erotike, por ndjenja fisnike, ndjenja sublime. Me thjeshtësinë e tij dhe pasionin e tij, poeti Ibrahimi shpalos botën e tij të pasur shpirtërore, ashtu si kundër fola pak më përpara. Është shumë i sinqert dhe po të lexosh me vëmendje tër volumin e tij, ka sinqeritet, ka dhe pasion, ka dhe thjeshtësi, ka dhe përkushtim, ka dhe këmbgulje, ka qartësi mendimi, shkruar thjesht dhe bukur, dhe është i thjesht e i qartë edhe në të kuptuar, kuptohet. Te Ibrahimi del direkt në temë. Nuk e lot shumë lexuesin, as me sofizma e slogane me fjalë të mëdha që shumë kush i merr dhe shablon dhe i përdor pa ditur as vetë kuptimin. Poet Braçia s'është e nuk përfshihet tek poetët modern, as ka hermetizëm, është një zog i lirë në hapësirë. Ha radha, merr deli përpara jo me kuptimin e mirëfillt, jo për kategorisje, po lëvron në çdo fushë. Për çdo lloj problemi, shkruan me kurajo, ka iniciativë, shkruan pa frikë, lë gjurmë fjala e tij. Nuk është Ibrahimi mjeshtër i madh i artit të fjalës apo i metaforave të shumta, por është shumë aktiv. Me të qenit aktiv në krijimtari, prek, ngacmon, përcjell mesazhe dashurie, jete, pune, progresi, optimizmi. Braçia s'rri dot pa shkruar. Edhe di herë për të njëjtën temë, jo thjesht përsëritës e rëndomt, por duke sjell vargje edhe frymë të re. Tematika e Ibrahimit e krijimtarisë së tij është, siç thash pak më përpara, pa përsëritur edhe lektorin, është e shumanshme. Pavarësisht vlerave, arritjeve, ka rrallë, ka rrokur, ka maja, por gjithmonë më shumë janë krijimet e tij mesazh përcjellse. Poeti Ibrahimi i shkruan me metrin e tij, me pathosin e tij, i shkruan atë dheut, i shkruan Shqipërisë, i shkruan Kosovës martire, thur vargje të shumta për qytetin e Sarandës, dhe jo pak, në poezitë të tij me një emërus të përbashkët, përcjell dashurinë për qytetin, duke e quajtur illësia e zbritur në tokë, lartëson qytetin me poezi pak a shumë me tituj të njëjtë, Saranda e Joni, nga maja e Lëkursit, anës detit në Sarandë, e të tjera, Saranda i jësuar dhe së fundi mund të themi dhe e betonuar. Poeti shkruan për familjen, për vlerat e saj, shkruan për nderin, dignitetin, sepse është vetë një njeri me nder dhe me dignitet, vlerat të qëndësishme këto që i ngrej lart në tërë krijimet e veta po të shikosh. Ai shkruan për familjen, ai shkruan për nënën, për babën, shkruan për sojën e tij, për didanenjtë e janjarit, shkruan me pathos për vendlidhjen e vet, shkruan për Sirin e kaltër, shkruan për Lëkursin, shkruan për Vurgun, shkruan për Lukovën. Domethënë, gjeografia edhe shpërndarja e tematikës së tij është, edhe vëzhgimi i Siri i tij është i shumanshëm. Nuk është Braçia, siç e tham, i arrirë e i përkryer. Në shoqërinë shkruan ai dhe për miqsinë, dhe për shoqërinë, shkruan për shkrimtar, shkruan për artist, shkruan për Bilal Xhaferin, shkruan për Hasan Tasinin, shkruan për artistët Sarandiot, Theofil Haxhiani dhe e të tjerë. Shkruan për të rëndët, shkruan për martirët e lirisë. Krahas superlativave, edhe Braçia vetë nuk do t'i pëlqej të gjitha edhe nuk do kënaqet vetëm me lëvdata dhe me mburrje,
Mund t'i bëjmë edhe në një vrejtje ashtu si kundër tha dhe Panajoti. Vërtet ne sot nuk kemi ardhur këtu të bëjmë kritik letrare, por ama metoda dhe stili i tij unë them me dashamirësi, jo se jam as xheloz dhe as si kritizer i sëmur, por ti jetë më i vëmendshëm në seleksionimin e temave, ta gdhën më bukur fjalën, larg përsëritjeve të panevojshme, se letërsia është arti i fjalës dhe duhet për herë ti bëhesh i admirueshëm për lexuesit që sot janë edhe të pak në numër që lexojnë, edhe ndaj vlerave të vërteta artistike, edhe jo më monotonisë dhe gjërave të rëndomta. Të rend shkurt, braçja miku im, tek cilësia e krijimeve, jo tek mania për të bërë botime shumë e përlum, me kuptimin jo të mirëfill të fjalës, por janë bërë njerëz të mëdhenj edhe me një citat, janë bërë njerëz të mëdhenj me një poezi, janë bërë njerëz të mëdhenj, do të thënë rendje gjithmonë tek cilësia. Si një tregtar i mirë merr mallra shumë dhe nuk shet asnjë, apo në një restorant që ka gjell plot dhe nuk shkon. E kupton? Në këtë sens e kam që krijimet e tua duhet të jenë më të përkrijera, më të arriera. Krahas vrejtjeve dhe ndonjë poeti është i afirmuar ka për të bërë dhe më i mirë nëse vrejtjet i fut në xhep. Se nuk i mungon as përvoja, nuk i mungon as mjeshtëria në të shkruar, me pasionin e tij të tjera vepra ka për të na dhuruar. Dëshira ime është që poeti talentin e tij ta shikoj për herë, edhe unë dëshiroj që Braçën ta shikoj në maj, në lartësi, edhe me krijimtari. Pasi është poeti që po ta shikoj në të rësi krijimtarin dhe përmbajtjen e tij, mbart shumë vlera dhe ngre mjaft edhe nga ana estetike. Të lë për të vënë në pah atë madhështinë, gjithmonë madhoren, gjithmonë të thjeshtën, gjithmonë të mirën dhe të bukurën, gjithmonë ngre lart virtytin dhe jo të shëmtuarën, pozitiven admiron në jetë, në shoqëri, në familje dhe kudo. Ky është poeti Ibrahimi dhe në përgjithësi unë kam shumë për të folur, por nuk do bëhemi bezdisur për të pranishmit. Vargjet dhe mesazhet përcjellëse të librit të ri Stin dashurie janë mjaft me vlera, janë toksore, janë njerëzore, janë të admirueshme. Unë i uroj shëndet, suksese në krijimtari dhe të gjithë të pranishmëve. Me Armazën e kam pas shok klasë në 7 vjeçare. Edhe ato që i tha me dëshirë, me ende. Me ndjenjë grosime. Ka ndonjë tjetër urdhër? Në prapu se nga zmonë kritika shumë e shëndetshme e zotërisë, ka shi poezisë pa tjetër, edhe vlerësohet edhe në këtë rast sinqeriteti i kritikës, po unë e thash që parë, dhe kjo është për të diskutuar, asnjëherë shtërruese, që Ibrahimi ka zgjedhur këtë mënyrë. Ibrahimi ndoshta nuk e mban mend fare se sa libra ka bërë. Sepse ato që i dalin 20 libra. Dhe nuk besoj ta ketë qëllim vetvete për të poduar libra. Thjesht ai nuk ka pengesa dhe ka shliruar vetveten nga pengesat. Megjithatë vlen diçka Ibrahim. Po të kujtoj rrallë kush e dije, një 2 vargsh që është monumental për sa e përket përshkrimit të fatit shqiptar. Dhe është shumë interesante sepse unë këtë episod e kam jetuar me autorin e këtyre vargjeve që do them këto, mësojeni këto sepse tash me që jemi takuar për librin tënd, ta zgjerojmë edhe pak gamën e diskutimit mbi poezinë, mbi genialitetin e poezisë. Për shembull, në aspektin e prozës, mu më pëlqen se si e pikturon fjalën në aspektin e raportimit gazetaresk të Thomai. Unë jam kritik ndaj zjatjes së fjalisë së Thomait, në aspektin gazetaresk, në narratimin gazetareske. Mirë po ka ngjyrime që e kompensojnë zjatjen, dhe mua më pëlqen, edhe jam gjithmonë dual kur lexoj kolegun tim Thomanika. Nga njerë më lodh ajo fjalia e gjatë që ka Thomai, po nga njerë më ëmbëlson fakti që
i fut, po, e përthyen bukur. Ka thënë Xhevair Spaiu me dy vargje. Teu të shpatës kemi ecur rrufe, pastaj shpata ka ecur mbi ne. Kjo është historia e Shqipërisë. Dhe kur unë e kam diskutuar këtë, në vitet 90-2000 unë kisha dhe shoqëri me Xhevon, pinim kafe, rinim bashk, edhe ja kam shprehur këtë lloj gjinjaliteti dhe këtë lloj përjetimi. Në një prej ditëve tha, Ermir tha, ngjashëm tha, zgjodha të çlirohem nga një xhelozi që unë e vuaj në raport me tomorin tim, si skravalli që është, ndaj malit Atos. Kishte lexuar diçka për Atosin dhe ishte bërë xhelos për tomorin. Edhe tha, zje nga brenda, tha dhe nxora, tha, prap me dy vargje. Atosi lanë këmbët në det. Tomori lanë syt. I dyti është i parë. I pari është i dytë. Në rënditjen e madhështisë. Në fjalë, jam i pari ndi privilegji që mi ka thënë këto, ulëm në kafe dhe tha, shpejt, tha, kështu tha, më ka ndodhur, tha, sepse unë ngacmova nga i... Pra, si me thënë, gjithmonë, nëse ka një lloj vetëdije, tek ty, duhet jetë kjo për të prodhuar, pra për të prodhuar një kumt të madh që të mbetet, ndoshta edhe me pak fjalë. Mua më pëlqeu një fund i një poezie që kishte shumë optimizëm. Realisht ishte si këngët e dikushme të muzikës letë shqiptare në komunizëm, madje më kujtua një duet, duke lexuar atë, një duet i Luan Zhekut me si ka pas kjo këngëtarja? Jo, Kondarqiu, se me ato i ka pas, që i këndonin jetës, për i këndonin shumë bukur, s'diskutohet në ato vijen melodike, shumë dinamike. Sepse fundin e kishte shumë interesant. Unë ke fundi kam një vretje, po që i përket kulturës gjuhësore. Më pëlqen. Është shumë e thjeshtë, edhe shprehur shumë bukur. Më pëlqen të shikoj ngjyrimet e mbrëmjes, horizontin në përflakur nga dritat, bukurit, të puth hënën, yjet me buzën e mendjes, pastaj të dergjen në shtratin e kënaqësisë. Në ëndrat e jetës me krah të fluturoj, si një zogje alisur, natyrën ta shijoj. Mund t'ishte zogje asdisur, dhe natyrën e alisur ta shijoj. Apo ja e kura. Diçka të bukur të ndjej, përjetoj, me sy e zemër, të mirat t'i gëzoj. Më pëlqen që natën ta bëj por si ditë. Agimet e reja t'i zjoj me zërin tim. Tiktaket e zemrës të buçasin çdo agim, për të zgjuar njerëzit të punojnë, pa përtim. Më pëlqen të punoj me mendje e duar, sa të kem fuqi të mos kursej pikdjerse, në çdo stin viti të jem i papërtuar, se punoj për familjen, atdheu, për vete. Më pëlqen çdo thënie të ketë zërin tim, si mendimtari drejt, çdo shprehje të them, çdo gjë ta them të pastër me kuptim, fjalët të kenë pesh e shumë vlerë. Më pëlqen të hapoj, të ec në çdo rrugë, me kokën lartë, si njeri nderuar. Të shikoj çdo njeri në sy e në buzë, ashtu si ata edhe mua, të gëzuar. Më pëlqen poezit t'i mbjell tek farishtja, me to të shijoj sofrën e kënaqësisë. Në çdo poezi të jem vetvetja, pa u ndikuar asnjëherë nga uni i madhështisë.
Se nga unë i madhështisë dhe jo i madhësisë, sepse madhësia është term me konotacion material. Madhështia është term me konotacion shpirtëror. Dhe du t'ishte i madhështisë, një ashtu. Ashtu, jo madhësi, madhësia ka konotacion material. Këtu po sjell një rast tjetër. I matë, djespast, për këtu isim më i mirë i turqishtes, sjell në Shqip, përkthejmë para disa vitesh një vëllim poetik të Necip Fazıl, një poet i madh turk, ku titullin ja vendos Breng. Kur del libri nga shtypi, në një prej shtëpive botuese në Maqedoni, titulli ishte jo Breng, por Vuajtje. I mat, si e keni ju, njerëzit e letrave që e humni të ruan në një moment, për atë sedrën, jo thjesht profesionale, kontakton shtëpinë botuese. Kush ka bërë? Thonë një redaktor i ri, i talentuar sa po ka mbaruar. I mat ka qenë mësuesi më i mirë i gjyqëtarsisë në Dibër. Studenti preferuar i të ndjerit kolos të Shqipës letrare, që e kishim dhe mik shtëpie njëkohësisht, Androkiko Sallari. Dhe e kontakton redaktore, thot ma nxirni pak në telefon. Thot, mi shpjego pak çfarë konotacioni ka fjala Breng. Fjala Breng, thot, ka vetëm konotacion shpirtëror, pra bëhet fjalë për libër me poezi. Nuk ka Breng fizike. Ndërsa Vuajtje ka dhe vuajtje fizike, pra konotacioni është edhe fizik edhe shpirtëror. Për këtë libër me poezi, për këtë lloj poezie, kush vlen më tepër, një fjalë me konotacion vetëm shpirtëror, apo një fjalë me konotacion edhe fizik edhe shpirtëror? Këtu mbyll biseda, u rikthy libri edhe një herë për botim dhe doli me fjalën Breng. Pra që ishte njëkohësisht dhe përkthimi më adekuat nga turqishtja. Prandaj e bëra këtë vërejtje se duhet ishte madhështi dhe jo madhësi. Megjithatë, e thash që fillim, kështu që pa diskutim. Ajo që nuk diskutohet në këtë rast, është sidomos mua më pëlqen ajo brutoja. Brutoja të më pëlqen, jashtëzakonisht më pëlqen. Edhe mbi gjitha më pëlqen shumë sepse ke shumë optimizëm. Për shembull, ka ato poezit për Sarandën, ne që e vuajmë Sarandën, ti na jep një serand poetike dhe na e zbut pak atë brengën që kemi. Vazhdoni. Së pari unë dua ta uroj Braçën, miku tonë të vjetër, për këtë botim të ri. Ndërkohë dua të komplimentoj edhe botuesin. Ndërkohë e kam parë disa herë në takime, por tani shikoj të kështu kaq pranë, që kam bërë një botim dinjitos. Që tregon një lloj përgjegjësie. Dhe fakti i pranisë së këtyre këtu tregon pikërisht këtë një lloj përgjegjësie. Nuk është thjesht që mbaroi marrëdhënia autor, botues, marrëdhënia ekonomistë të tregut edhe kaq. Edhe prania e administratorit apo drejtorit të dymës, po edhe e zotit Fatmir nga afër, të cilin e njohim nga larg, e kem dhe patur, po më vjen mirë sepse e ndjekin në proces autorin. Kjo tregon një qasje jo të zakonshme, nuk ndodh me të gjitha shtëpitë botuese kjo. Ndërkohë të kthyer tek libri, unë po thoj se i kam marrë her pas here, mi ka dhënë Ibrahimi librat e tij. Dhe librin e fundit kam lexuar vetëm rreth 15-16 poezitë e para. Nuk munda se kam qenë në lëvizje, por jam tek ky mendim që Ibrahimi
është në regjistrin e tij natyror, është kampion në peshën e tij. Përmendi edhe Behari edhe zoti Alizoti disa konkluzione apo disa nënvizime në të cilat unë bashkohem në disa pika. Fjala vjen nga do që të kthesh, poezia e Ibrahimit është një poezi e drejt për drejt, jo e kërkuar, e thjesht deri në një lloj naiviteti që shumë herë është e pranueshme. Kështu që ai ka regjistrin e tij të zakonshëm aty, ku përthyen të gjitha dukurit, impresionet, peisazhet e tjera e tjera. Kështu që ne do të kërkojmë te Ibrahimi atë që ai është vetvetja. Pastaj për redaktimin e këto, vërtet në një promovim nuk mund të thuan edhe sepse duhet të jetë një tryezë më e thelluar e tjera, por redaktori mund të kishte pak, të ishte pak i mëshirshëm. Në një lloj seleksioni të disa poezive. Gjithsesi, me një këndvështrim pak më tej, nëse shikoj hollin e krijimtarisë së Ibrahimit, për mua më kanë bërë përshtypje edhe poezit e Ibrahimit për fëmijë. Dhe do të sugjeroja që mund të jetë një përmbledhje shumë interesante. Sepse janë disa prurje interesante që nga poezit dhe poemthi i vogël për syrin e kaltër e tjera e tjera. Kështu që Ibrahimi në shumë gjëra është vetvetja edhe tek poezia për fëmijë, e cila sot për fat të keq apo në këtë tollovi ku çdo shkrimtar është një shkrimtar, zoti Mingoli ne kaluam nga populli ushtar në popull shkrimtar pas ndërrjetës. Gjithsesi, insistoj dhe kjo dhe kam dhe si sugjerim që mund të rishikoj një tip antologji e vogël me poezit për fëmijë. I uroj çdo të mirë Ibrahimit. I uroj që të jetë vetvetja, siç është edhe në krijimtaritë e mëtejshme. Vërtet ai ishte shumë pjellor, thot Maze, dhe në këtë linjë, duke ruajtur regjistrin e tij, të ketë edhe të tjera prurje. Urime Braçe, faleminderit. Padyshim që votimi i çdo libri është një gëzim për autorin. Dhe këtë gëzim Ibrahimi ka bërë mirë që ka dashur të ndajë me krijues të tjerë, të kësaj fushe, dhe i mbështetur edhe nga shoqatat nga klubet krijuesve të Sarandës dhe Delvinës, u mundsua ky promovim. Gjithashtu do të thoshja që prania këtu e drejtuesve të shtëpisë botuese 2M është mjaft domethënëse për vlerësimin e krijimtarisë së Ibrahimit veçanërisht, por edhe kjo tregon edhe atë që kjo shtëpi botuese këtu në Sarandë edhe në Delvin ka gjetur një terren prodhues. Dhe shpesh e më shpesh botimet e autorëve sarandiot dhe delvinjot mbajnë logon 2M. Ka gjetur shtëpinë, fiks. Edhe mos harrojmë që ky takim këtu, i tyre, edhe joni, bëhet në pragun e panairit kombëtar të librit, që organizohet në Tiranë, ku kjo shtëpi botuese padyshim që do të jetë prezente dhe e përfaqësuar, dhe pa diskutim që një pjesë e mirë e titujve që do të paraqes
atje u përkasin autorëve Sarandiot apo Delvinjot. Për te i kësaj do thosha që ky botim që kemi sot në duar, me i fundit i Ibrahimit, është flet vet për një cilësi botimi me pretendime, ke dëshirë ta mbash në dorë, dhe nga kjo dëshirë lind dëshira për të futur në brendësi, dhe në çdo faqe gjen pasërtinë e botimit, gjen iden, gjen ilustrimin, gjen familjen e kërkuar dhe të duhur të titujve të librit, dhe të dyja kopertinat janë shumë interesante, janë me përmbajtje, e sidomos ajo e para. Unë kujtoj sot fillesat e Ibrahimit në librin e tij të parë, që ishte një poem e gjatë për fëmijë, mbi syrin e kaltër. Legjenda e syrit kaltër. Kam qenë redaktori i këtij libri dhe me thënë drejtën më ka lodhur shumë redaktimi i tij. Jam marrë shumë, kam humbur shumë kohë, por nuk e quaj kohë të humbur kur shikoj sot gjithë korpus botimesh të Ibrahimit, ku ai na prezantohet si poet, si prozator, si autor që guxon të shkruaj për fëmijë, si bashkautor, si romancier. Pra është një guxim që po ta qas në këto momente me punën që më desh të bëj për librin e parë, do thosha që është një kapërcim pindarik dhe mosbesus, ai sa isha mosbesus atëre se do të kishte një hap të dytë, një libër të dytë për Ibrahimin, aq besim plot jam sot me të këto libra që mbajnë firmën dhe autorsinë e tij. Sigurisht që, sikurse edhe disa prej diskutantëve e thanë, këshilla më e frikshme dhe më e shëndetshme që do t'i jepnim sot Ibrahimit, do të ishte që ai të jetë më sfidues ndaj vetes, të jetë më kërkues për cilësinë, të rënë më pak, ta ul pak vrapin pas sasisë. Dhe kjo do të thotë që braçja, ashtu siç është i përditshëm në faqet e rrjeteve sociale, që nuk i shpëton asgjë nga ato që qyteti ndryshon dita ditës, për mirë apo për keq, po siç e thanë, braçja priret nga pjesa e gotës plot. Kështu do ta doja që të ishte edhe me krijimtarinë në vijim, të ishte më kërkues ndaj vetes dhe më rrezatues ndaj asaj që i mungon këtij mozaiku të letërsisë son. Shumë urime. Më lejoni që pa përfitur shokët ju me rësiri që kanë bërë të shpinë për të së dyma, e cila ka qëndruar afër të Josef Sarandës, dhe është postua janë dy shtëpi gjinjakit. Japim fjallën, do t'i Fatmir Minguli, do flasë me Aristakus. Ma ka thonë gjë, e ka marrë lejnë. Atëherë, shkurt fare, ju falenderoj që neve na fritët sot dhe që jemi pjesë e juaja. Unë, të them të drejtën, kam një nostalgjit madhe për Sarandën, sepse ju e dini që origjina ime është nga Neviz Bubari, dhe Aristarku është në origjinën e Qomrisë. Jemi një kombinacion jashtëzakonshëm, shpirtëror dhe intelektual midis krijuesve dhe botuesve. Kjo është një ngjarje shumë e madhe që na ndodh kryesisht me Sarandën, na ndodh pak me Kavajën dhe tash ka filluar edhe me Tiranën që edhe ata të Tiranës po vinë të hynke ne. Por Saranda mban vendin e parë. Pra,
Kjo sot ishte një ngjarje e madhe për ne, sepse unë do kisha bërë një përgatitje këtu për të folur për librin e Stin dashurie të Ibrahimit, po ju i thatë gjithë këtu të s'kam që të them unë. Vetëm dua të theksoj një gjë të shkurtër, që krahas të gjithë këtyre që thanë për dashurinë, për lirikën, për autobiografinë poetike, ky ka ndaluar në dy gjëra, në poezinë gjeografike, që ka përmendur përveç qytetit të Sarandës, që përmend me 10 herë aty, ndoshta kjo mund të jetë një vërejtje që tha zoti Shkëlqim, por që aty janë shtëpia e Didanit, aty është Konespoli, aty janë Lëkursi, aty është vendlindja, pra është një poezi gjeografike që del shumë bukur në libër, përveç këtyre vlerave artistike të poezisë. Dhe e dyta, poezit për artistat që ka përmend Ibrahimi. Është një nder i madh që një poet përmend artistët e tjerë. Kjo nuk ndodh zakonisht me shkrimtarët tonë të dashur shqiptar. Ky përmend Bilal Xhaferin, Theofil Haxhianin, që baba ime donte shumë fort, Anastas Nikën. Prit se e kam rrallë. Bekim Alizoti, janë shkruajtur me aty në libër, Alush Avduli, bravo të qoftë, Poet. për mikun ton Rafmet Past, për Pushkinin, që ku i ka bëjë gjë të jashtëzakonshme, ka fut inteligjencën artificiale, ka një guxim të jashtëzakonshëm, juve profesor e keni parë, Taib Madani, Anastas Nika, Antika dhe Sokrat Koferja. Kjo është një meritë e një poetit të sotëm shqiptar, që nuk është as nacionalist dhe as lokalist. Unë nuk e di se çfarë të them tjetër, vetëm kam një frazë të shkurtër, ku do them që 20 librat që ka bërë Ibrahim Didani janë mozaik krijues, që rishfaqen me ndriçim rrezatus edhe në librin Stin dashurie, që Bekim Alizoti të falenderoj që e qytë Stina e 5. Kaq kisha edhe një Faleminderit. Dhe tani besoj se a ka ndonjëri në një njëra? Kërë pra pullon. Jo, çfarë disha të shoj, se mëra, po shpjegoj mëra me njërë. Ka një sot jo dhe nuk është aq diskutante, por besoj që është çdo njeri që analizon dhe që e vuan në realitetin shqiptar, çështjen e individit shqiptar. Ne kemi sot pikpyetjet tona në lidhje me edukimin familjar të individit shqiptar. Themi rëndom, kur ballafaqohemi me një person i cili na kënaq ose na dëshpëron me sjelljen, gjestet e tij. Çfarë prindi ka pas, çfarë edukate ka pas familja. Dhe kjo sot mund të jetë temë diskutimi ore nga ku është rritur ky fëmijë. Çfarë babai ka pas, çfarë i kanë thënë prindit, çfarë kanë këshilluar ato. Dhe ky është dimensioni social. Ose çfarë janë prindit e sotëm me fëmijët e tyre, pra çfarë brezi po përgatitet në bazë të relacionit që është sot prind-fëmijë. Pra, komunikimi, këshillat, ajo imponimi moral që duhet të ketë. Dhe më ra në sy pikërisht unë dhe babai. Më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Sepse është një rast për të kujtuar çfarë na kanë lënë baballarët tanë dhe në pozitën ku jemi sot baballar, çfarë tu themi fëmijëve për ta kryer sa të mundemi rolin ton sa më mirë. Babain tim e desha shumë, e kisha shok dhe prind të mirë. Mbi të gjitha ishte një gentil që punoi gjithë jetën e tij të riste të edukonte plot 7 fëmijë. Dhe këtu evidentohet dhe fakti i natalitetit të madh që ka pas dikur shoqëria shqiptare. Babai im ishte zemërmir, ishte punëtor, burr, zotëni. Mua më edukoi me pasion e dëshirë, me fjalën e bukur, të isha një njeri. Duaje punën, thosh, se të bën të nderuar, të ngrelar, të bën njeri të shquar. Duaje punën si çdo prindi fëmijën,
toka ujin, dritën e bimësi. Babai më mësoi si të punoj me plug, farat e misrit, t'i hedh në ugar, të mbjell fidana, speca, sheduan, të marr prodhime e të jetoj në fshat. Në mësimet e tij s'kam për të harruar edukatën e mirë, fjalën e kulturuar, të bëhemi sjellshëm dhe i respektuar, dhe kur disa se kanë merituar. Mëso, thosh, të bësh njeri i mirë, qeni shkopin, mos ta haj me pahir. Kur të shohin të tjerët të falen, të respektojnë, të heqin kapelen dhe të nderojnë. Të jesh gjithmonë shembull për të tjerët. Çdo kohë ti mbjetosh me nder, në botën e madhe të mbetesh për herë, njeri i çmuar, njeri me shumë vlerë. Babain tim e desha aq shumë, e i kisha prind shokun më të mirë. Iku nga jeta si zotni i vërtet, krah vëllai të madh mbylli syt i qetë, shkoi tek të shumtit, shkoi në xhenet, s'kam për të harruar, se harroj, për jetë. Lungoj. Do për ta në moment më të bukur, më të mirë, që ta konsiderojmë të poezi edhe si mbyllim aktivitetin. Jeti se ti je moderatori. Para se ta mbyllim përfundimisht, besoj se jeni dakord dhe ju që të fjalët japim autorit të librit, i cili ka dëshirë të recitoj fillimisht poezinë Saranda. Faleminderit gjithë pjesëmarrësve. Ishte një kënaqësi për mua. Promovoj librin tim të fundit, domethënë që kemi në dorë, Stin dashurie. Është një takim poetik ku marrin pjesë përveç antarëve të shoqatës tonë, domethënë Jonian, edhe artistë, dashamirës të lexues të librit. Edhe ishte kënaqësi për mua sot, domethënë në këtë ditë ta quaj dita e poezisë. Folëm për poezinë. Atëherë, kënaqësia ime është që të recitoj një poezi nga të librit, titullohet Nuk ka qytet si Saranda. Mos më thoni se Saranda s'është qyteti im. Në poezitë shkrimet e mia kam thënë sa herë, Saranda është qyteti im, në përmasat ngjyrat e saj. E them me plot gojën, Sarandës sime asnjë qytet tjetër si ngjan. Unë e prek me duar, e puth me sy nga larg e nga afër. E shikoj si lind një ditë e re, si dielli ndriçon mbi qytetin madhështor. Them se jam me fat që jetoj në këtë qytet, ku bukuria më çfaqet në sy e më groh në krahoror. Jam pjesë e qytetit, jam vazhdimi i gjakut i prindërve arbënor. Jetoj këtu prej vitesh, pranë djepit vendlindjes, pranë bankave të shkollimit. Jetoj me jodin e detit, me bukurinë e sive, rrugëve me diell, ku tres shikimi për të parë çdo sep, paramak ma një diell. E si të mos a dua Sarandën, që më rriti të gëzuar, më dha sy të shikoj, më dha jetën të gëzoj, për të ecur i vetëdijshëm në udhët që shkoj. E dua Sarandën si vetja, si buka shëndeti si ujë, si vëndi toka lëndina që jetën ta shijoj më shumë. I dua njerëzit, djemtë e punës fjalë shtruar, që lartësojnë çdo ditë Sarandën me vepra duar bashkuar. E dua Sarandën këtë bukuri fantastike, ku hëna çfaqet në lëkurs e në mëngjes lahet bidet në faqet e Jonianit shumë larg. Dielli që del në mëngjes, hënën çapkëne e kërkon, me syrin e ndryqimit madh, por nuk e gjen dot hënën, as me ikin e valve mbi ujë, as me vrapin e skafeve të natës. Dielli në zenith i qeshur lëshon rrezet si zjarr, bi supet e ura bi val, bi dëshirën e kalorësit bishar. Për Sarandëtët dielli dhe hëna janë drita shkëlqimi, ku horizontet e largët të dërgojnë gjyrimet grossin mbi duar. Sarandëtët e duan hënën, ta kenë për nuset të parë,
se ka dhe sarandiot që se duan e përbuzin me fjalë e shikime. Duan t'i kthejnë kurrizin se i verbon ndryqimi, lamburitja e dritave në skaj, nga kursin Babarexhep, nga lugu dardhës në Berdenesh. Them se ata s'janë sarandiot, janë tinzar, egoist, që se shikojnë do të qytetin. Nuk i citojnë do të emrin me gjuhën e shqipes së mirë. Saranda ka një emër të bukur, emrin e 40 shenjtorëve të Mastin, që u sakrifikuan në emër të besimit që pagëzuan Sarandën për ndeshjen e bukurisë në gjirin e Hënxës mes ndriçimit e gjyrave të Jonianit shumë larg. Sarandën e bukur si zonjë, ku them me zëmër të jetoj, kot mundohen i datorët, ca pushtues se mercenar të ndryshojnë emrin e Sarandës, ta quajnë Onhezëm, Porto Eda apo Santa Kuranda. Por si do të ndiheshin vajzat shqiptare të Kosovës që kanë marrë emrin e qytetit Sarandës? Ato do të shtepeshin nga hatbia me ikin e shkëlqimit fytyrave. Të rreshke faqja si lulja ta mbaroj poem. Falni, ndoshta e vonova në qikë. Saranda ka lindur në lashtësi këtu e 500 vjetë më parë. Ka një emër të bukur, emrin e një zonje të mbarë. Saranda është një perlë buzë detit jonian. Saranda ka vila, pallate, sheshe lule e shkallë. Zili e kanë çdo turist që e sheh Sarandën me mall. Saranda të afron bukurit në të 4 stinë si behar, që një çdo ditë ndryshime që gjitet në altar. Ku banorët i njeh me emër, i përshëndet u flet me fjalë, i puth në sy e ballë si shok e miq të pandar. Qytet që brenda dekadave ka ecur me hapa galumant, qytet që mbushet me turistë në pikën e verës për plazh. Unë e dua Sarandën, e krahët i hap çdo skaj, në hapësira të larta fluturoj për të parë gjyrat e Elberit, kur them me plot gojën, lem o Zot roj. E para, faleminderit që më dëgjuat. Kënaqësi. Faleminderit. Atëre mbyllim, u takofshim në promovimet të tjera. Bravo. Rosh.